Jemi optimist, jemi të matur, të vetëdijshëm për përgjegjësitë që na presin dhe natyrisht po që se kajherë mundohemi të jemi tamam në fokusin maksimal për këtë ndeshje, por kur dalim pak i flasim, ka 10 vite një që kërkojmë këtë sukses, por definitivisht është e pazakontë. Kampionati i Maqedonisë së Veriut ka përfunduar, ne akoma jemi aktiv me ndeshje europiane në dhjetor, nuk është se ka ndodhur ndonjëherë një skuadër shqiptare faktikisht Shkëndija të kishte luajtur në Europë me gjasa për të patur edhe pranverë europiane. E pazakontë është, natyrisht në kaluarën ka luajtur Skënderbeu në grupet e UEFA Europa League, ka luajtur edhe Ballkani i Kosovës, por atë që ka drita në këtë moment, këtë që ka Shkëndija, vërtet nuk është se kemi qenë, është një moment i ri për gjithë ne shqiptarët dhe ne jemi të kënaqur që po e prodhojmë ne pikërisht në këtë moment. Nuk është se sponsori i Shkëndijës ndonjëherë ka qenë i varur nga përfitimet apo nga kthimi i lekëve të investuara që do të bëjë skuadra, por pavarësisht se për kë bëhet fjalë, kur ti investon dhe nxjerr nga ajo që bën, ndjen një satisfaksion se po ja ka vletur. Dhe në këtë situatë është edhe skuadra e Shkëndijës që bukur mirë kemi shfrytzuar këtë vit, uroj që sonde, po që nëse flasim për lek, nëse dua të them cilin rezultat e dua, unë dua të them i duam ato 400.000 euro tjera që sigurohet bonusi për një fitore eventuale të çdo ekipi, kështu që natyrisht ka ndodhur bukur, mirë edhe në këtë drejtim.